Sa ka qenë pritja më e gjatë që e ke pas kështu në kufi? Është 9 orë. 9 orë ka qenë më shumë ti? 9 orë në Hungari këna prit në vend heq pa livrit. Po? 9 orë. Se edhe pak punojnë nga njëre, punojnë shumë nga dalë. Nga njëre si dhojnë rëndësi, nga njëre bot luksi madh, me kolonat derin shkon deri në 7 kilometra. Po, po. Shkon kolonat e kirreve. Po. Në isa autobusat e Tu duket shumë normale kjo që ndodhi gjatë vikendit tash. Sepse thua fluksi shumë i madh. Pak është e tepërt. Po? Po dhe ka shumë, si jemi na shqiptarët, se me këqyr, kofeve kem krejt. Janë për shembull hungare, turqe, bugare, tënat nacionalitete normal për kufi. Punojnë 2 traka të nuk gutën, qa me bo? Do të me prit, kjo normal nuk është domator, tramator. Sigurisht jo. E dashur, a mendon se duhet me shmak mërkymtar të kalimin tranzit në Serbi? Normal mirë o kam, po se di, s'po mujmë, po na do këtë më ngatë, pak për Malzia nena, pak për na do këtë më larkë, po qërë tash me shmung nga Serbin, mi shku për Malzia, apet njejtë bohët, apet kolora që ta njerë shkojnë apet për Malzi, bohët e njejta. Unë gjithmonë kam 3 opsione që i vendosin pyetjet që i parashtroj. A mendon që shqiptarët që kalojnë përmes Serbisë, autoritetet serbe, fluksi i madh i udhëtarëve? Sepse po besoj që me këto tretën je qëndron më shumë, ëh? Vallai me këto tretën qëndroj më shumë se që për zotin më shumë na nalin na vanojnë kroatë se serbt. Me të vërtetë? Vërtet, në Kroaci këna prit 7-8 orë, në Serbi këna prit 2 orë.